Horoskopi ditor e shtunë, 8 gusht 2026. Dashi, do i shtoni dozat e komunikimit në çift gjatë kësaj dite dhe për këtë arsye do t'i zgjidhni edhe mosmarrveshjet që keni pasur dikur. Asnjë hije dyshimi nuk do të ketë më ndërmjet jush. Beqarët do të jenë sensual dhe sharmant, do të marrin mjaftesa për takime të cilat nuk duhet t'i humbasin. Në planin financiar menaxhojini me maturitet të ardhurat që të mos keni vështirësi. Demi, do t'ju ndryshoj her pas here humori sot dhe do të keni disa debate të forta me partnerin. Asgjë nuk do t'ju ecë siç e kishit menduar. Beqarët nuk do të kenë asnjë kompleks dhe do të tregohen të hapur ndaj ftesave që do t'ju bëhen. Edhe perspektivat financiare janë shumë të mira. Gjithçka do të ecë ashtu si ju e kishit dëshiruar. Nuk do të keni vështirësi për të kryer shpenzimet e nevojshme. Binjakët, momente pasionante do të jenë të zjarrta gjatë kësaj dite për ata që janë në një lidhje, do të përjetoni emocione dhe kënaqësi pafund. Beqarët do të njihen më shumë me një person që ka kohë që i joshë dhe do të zbulojnë se ai vërtet ka cilësi të çmuara. Në planin financiar nuk duhet të nxitoheni për asgjë sepse situata mund t'ju dalë tërësisht jashtë kontrollit. Gaforia, priten goxha turbullira gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe marrëdhënia me partnerin nuk do të jetë as pak në gjendjen më të mirë. Beqarët duhet të përgatiten për ndryshime rrënjësore në jetën e tyre sentimentale. Nuk do e ndjejnë më vetmin. Financat nuk do të jenë delikate, megjithatë duhet të vazhdoni t'i menaxhoni me maturi dhe kujdes të ardhurat. Luani, Venusi do të vendosë sot fatin e jetës suaj në çift, do të ndiheni mjaft mirë në krahët e partnerit dhe do të bashkëpunoni për gjithçka me të. Beqarët do të kenë vështirësi për gjetur princin e tyre të kaltër dhe pse do ta kërkojnë atë kudo. Në planin financiar, planetët do t'ju bëjnë më të kthjellët se kurdoherë. Do e dini mirë sa të shpenzoni që situata të mbetet e qëndrueshme. Virgjëresha, do e keni të vështirë sot i fshihni ndonjë gjë atij që keni në krah, prandaj her pas here dita mund të ketë edhe probleme të vogla. Mos u alarmoni sepse për një çift janë gjëra të zakonshme. Beqarët nuk do t'i kenë mundësitë për të takuar personin e duhur dhe për të filluar një histori dashurie. Të ardhurat do të mbeten në të njëjtën gjendje si më parë. Peshorja, priten ndryshime radikale gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Më në fund do të bëheni zotër të vetes dhe do të merrni vendime me rëndësi. Beqarët do të kenë disa takime, por nuk do të mundin të i fiksohen pas dikujt. Merrni kohën e dur për t'u njohur me ta para se të vazhdoni më tej. Në planin financiar, më në fund do të rivendosni ekuilibrin dhe do të ndiheni më të qetë. Akrepi, sido që të jetë gjendja jetës suaj në çift kohët e fundit, sot do të kaloni një ditë harmonike dhe mjaft të këndshme, do të ndiheni mirë dhe të qetë shpirtërisht. Beqarët do të jenë kureshtar për të njohur sa më shumë persona, por do të druhen të hedhin më pas ndonjë hap. Nëse doni që të ardhurat të mbeten të qëndrueshme, mos shpenzoni shifra marramense sot. Shigjetari, edhe pse jeni në një lidhje, sot do të vuani nga vetmia. Ai që keni në krah do t'ju lër pas dore për shkak të angazhimeve të shumta që do t'i dalin në punë. Beqarët do t'i joshen nga disa persona, por ata nuk do t'ia vlejnë për të krijuar një lidhje. Me financat duhet të bëni pak ekonomi sot që edhe e ardhmja të jetë e sigurt. Po shpenzuat kuturu, shpejt do të mbeteni pa para. Britsjapi, do të dashuroheni ashtu si e ndjeni sot dhe nuk do t'u avini veshin as pak atyre që do t'ju thonë miqt apo të afërmit tuaj. Edhe po bët gabime do t'jeni ju që do të mbani përgjegjësi. Beqarët do e vuajnë jashtëmase vetmin. Mirpo, nuk do të kenë çfarë të bëjnë për ta ndryshuar situatën. Në planin financiar, bëjni mirë llogarit që të mos përballeni me të papritura. Ujori, do të ketë disa përmirësime të vogla sot në jetën tuaj në çift, megjithatë, edhe marrëdhënia nuk do të jetë aq e qetë sa pritej. Beqarët do të jenë të shpërqendruar dhe nuk do të kenë mendjen të mendojnë për dashurinë. Statusi civil do të vazhdojë të mbetet i njëjtë. Perspektivat financiare do të jenë të mira. Mund të kryeni të gjitha shpenzimet që keni planifikuar prej kohësh. Peshqit, do të dashuroheni të shpendurisht gjatë kësaj dite me personin që keni në krah dhe marrëdhënia me të do të jetë emocionuese më shumë nga sa mendonit. Beqarët do të jenë nostalgjik për një histori të shkuar dhe shpeshherë do të bie në melankoli. Në planin financiar do të jeni larg pamës, as pak impulsiv dhe nuk do të kryeni shpenzime të pamenduara.